Për disa javësh, Policia Bashkiake e Lushnjës, me mbështetjen e institucionit të bashkisë dhe forcave të ligjit, është rikthyer në krye të detyrës dhe në shërbim të qytetarëve. Ky angazhim ka sjellë rritje të nivelit të pozitivitetit, besimit dhe bashkëpunimit mes institucionit të komunitetit. Në një intervistë ekskluzive për televizionin Apollon, kryeinspektori i Policisë Bashkiake, zoti Mariano Prifti, u shpreh se puna e nisur ende nuk ka përfunduar, por Policia Bashkiake është çdo ditë në funksion të ligjit dhe qytetarit. Sipas tij, fokusi i punës ka nisur nga problematikat e parkimit, zënia e hapësirave publike si edhe shkeljet nga tregtarët në tregjet e frutaperimeve. Kjo nismë do të shtrihet edhe në njësitë administrative dhe fshatrat e bashkisë. Kushdo që ka zënë pronën publike apo ka shkelur ligjin do të ndëshkohet sipas legjislacionit në fuqi. Puna jon ka nisur dhe nuk ka kthim pas, duke kërkuar edhe bashkëpunim me qytetarët, u shpreh kryeinspektori Prifti. Kemi për disa kohësh, le të themi që kemi nisur aksione të shtrirë në gjithë bashkinë e Lushnjës, pasi ne patjetër përgjigjemi për gjithë territorin e Lushnjës, duke filluar në qytet dhe duke ushtrirë në përgjithësi administrative. Jemi munduar që të zgjidhim problematikat edhe le të themi ankesat e ardhura nga qytetarët. Një nga ankesat më të mëdha dhe problematikat më të theksuara ishte pjesa e zënies së parkimeve publike, të hapësirave publike. Ne jemi marrë e kemi sistemuar deri diku, jemi munduar të ndërgjegjësojmë komunitetin duke bërë aksione të ndryshme, gjithmonë në shërbim të tij. Patjetër që ka akoma shumë për të bërë. Ne jemi në proces sepse kjo punë është proces, edhe patjetër që jemi duke vazhduar me gjitha le të themi direktivat përkatëse që na ka dhënë dhe patjetër detyruesi institucionit. Gjithashtu, dua të theksoj që jemi marrë dhe me hapësirat publike, pjesa e lirimit të trotuareve edhe të shesheve që i përkasin komunitetit dhe qytetarëve. Realisht kemi bërë një punë shumë të mirë, momentalisht. Dhe kjo punë është patjetër dhe ky një proces më vete. Gjithashtu jemi marrë me sistemimin e tregjeve, këtu ku jemi momentalisht është një treg gjaj sistemuar, pra kemi mundësuar kalimin normal të qytetarëve dhe komunitetit, domethënë që ta frekuentojnë dhe ta aksesojnë ashtu siç duhet këtë treg le të themi komunitar. Gjithashtu jemi duke ushtrirë dhe duke sistemuar dhe tregje të tjera, kemi sistemuar tregun e Fjesheganit, tregun e Zhymit dhe jemi akoma në vazhdimsi të këtij procesi. A do ketë zhvillime të reja brenda Policisë Bashkiake pasi ju kërkoni forca shtesë për këtë institucion pasi nuk mbuloni dot territorin e Bashkisë Lushnjës? Patjetër, le të themi që ne kemi nisur një proces, patjetër që jemi suportuar për këtë nismë dhe për këtë le të themi të kërkesë që kemi bërë. Presim këtë ditë dhe fillimin e forcave të reja. Le të themi po ndjekim një proces rekrutimi të policëve të rinj dhe sidomos le të themi femrave, vajzave, për arsye që t'japim një tjetër imazh Policisë Bashkiake dhe patjetër një tjetër seriozitet le të themi procesit punës që merremi ne në përditshmërinë tonë. A ka bashkëpunim të fortë Policia Bashkiake me qytetarit? Patjetër, le të themi që ne jo vetëm në rrugë informale, po dhe në rrugë zyrtare le të themi, i ndjekim me seriozitet të plot ankesat dhe problematikat e qytetarëve. Konkretisht në portalin Hapësira ime, i cili është një portal i dedikuar për gjithë qytetarët, janë dhënë disa ankesa, le të themi kanë qenë mbi 100 ankesa dhe momentalisht kemi zgjidhur në masën 90%. Jemi akoma në proces të vazhdueshëm, gjithmonë në mbështetje të qytetarëve, në mbështetje të komunitetit dhe në mbështetje të le të themi të banorëve të Bashkisë Lushnjës. Para disa muajsh Policia Bashkiake me bashkëpunimin me Policinë e Rendit nisën aksionin për fiqjen e femrave apo ndërtimin e palë në shumë vende publike. A vazhdon ky proces? Patjetër që jemi në proces, ky është një proces që është në vazhdimsi, jemi duke identifikuar zonat më problematike dhe zonat le të themi që nevojitet ndërhyrja jonë për lirimin e tyre. Jemi duke bashkëpunuar dhe me struktura dhe me detyrat e tjera përkatëse dhe realisht jemi duke bërë një punë shumë të mirë momentalisht. Ku do nis procesi ashtu si në qytet edhe në njësitë administrative për zënjet dhe vendet publike? Atëherë fillimisht jemi në pritje le të themi këto ditë të pajisjes me leje të shfrytëzimit të hapësirës publike, pasi është fillim viti dhe për këtë arsye ata po ndjekin këtë lloj procesi, gjitha bizneset kanë aplikuar gjatë në Bashkinë e Lushnjës dhe janë duke pritur le të themi zyrtarizimin me leje përkatëse për shfrytëzimin e hapësirës. Pasi të mbarojë ky proces që pritet brenda pak ditëve, ne jemi të lirë dhe besoj do vazhdojmë le të themi aksionet për lirimin e hapësirave publike, si të tregtarëve le të themi që nuk janë pajisur me leje shfrytëzimi, si ata atyre që janë pajisur por nuk respektojnë le të themi hapësirat përkatëse. Cili do të ishte një mesazh juaj i fortë sot për qytetarët e Lushnjës? Atëherë mesazhi im për qytetarët e Lushnjës është që të na suportojnë, të na mbështesin, të na adresojnë problematikat, ankesat e tyre, pasi do të gjejnë gjithmonë një derë të hapur dhe le të themi një vesh më shumë dhe një krah më të fortë në mbështetje të tyre dhe të problematikave të tyre. Faleminderit. Faleminderit juve.